Burri im ndëroi jetë disa muaj më parë dhe çdo ditë më duket sikur zemra më thyet përsëri. Por ai më la dhuratën më të madhe të jetës, fëmijën tonë që po rritet brenda meje. Më dërgoni ndonjë emër që mendon se do t'i shkonte fëmijët tim. Pas 35 viteve martesë, sot mora dhuratën më të mirë në jetë. U bëra nën. Jam shumë e lumtur që më erdhi në jetë një vajzë. Faleminderit të gjithëve për urimet dhe fjalët e mira. Më dërgoni ndonjë emër për vajza. Pas 19 viteve martesë, sot mora dhuratën më të bukur të jetës. U bëra nën e binjakëve. Jam kaq e lumtur që më erdhi në jetë një vajzë dhe një djalë. Faleminderit të gjithëve për urimet dhe fjalët e mira. Dërgoni ndonjë emër për ta. Jam 14 vjeç, taksist në Prishtinë dhe sot në orën 5 të mëngjesit u bëra baba. Është dita më e lumtur e jetës time, por ende askush nuk më ka uruar. Kush më dërgon një zemër, Zoti e bekoft. Jam 40 vjeç, gardian burgu në shërbimin korrektues të Kosovës dhe sot në orën 5 të mëngjesit u bëra baba. Është dita më e lumtur e jetës time, por ende askush nuk më ka uruar. Kush më dërgon një zemër, Zoti e bekoft. Burri më ka vdekur para 10 vitesh, që atëherë i kam rritur këta 2 fëmijë vetëm. Nuk ka qenë e lehtë, por për ta kam gjetur gjithmonë forcë. Ngrita për si fyrë, por s'kam me këta ndaj. Nëse me dërgoni nga një zemër, ju bëfta agjerimi i lehtë nesër, se unë po e ha vetëm. Jam gjyshja Liza dhe jam në shtëpinë e pleqve sepse vajza ime ka shkuar në Gjermani. Sot e kam ditëlindjen dhe po bëj 100 vjet, por nuk kam marrë asnjë urim. Kushdo që ma uron, Zoti e bekoft. Shoqen time e kam besu si motër dhe i kam tregu gjithçka për lidhjen time. Por një ditë kuptova që ajo ishte lidhur me të dashurinë tim pas shpinës sime.